Gjithashtu prej rrugëve të rrezikshme të shirkut është teprimi në njerëz të mirë. Do thotë mendimi i madh për njerëz të mirë, duke e tepruar jashtë kufive që i ka. Pra njerëzit e mirë duhet të respektohen, ata që janë të devotshëm, ata që janë dietar, ata që bëjnë vepra të mira, do të thonë duhen për hir të Allahut. Pra i duam, si tham, që është rezultati i dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë nëse e shohim njeriu që fal namaz natë, e duam sepse namazin e natës e do Allahu. Edhe njeriu që jep sadaka, njeriu që e shpërndan diturinë, do të thonë, e duam për shkak se është duke bërë një vepër të cilën e do Allahu subhanahu wa taala. Dhe i duam edhe më shumë pejgamberët e Allahut, që Allahu i ka veçuar mbi të gjithë njerëzit. Por sado që e duam dikën dhe sado që e respektojmë, duhet të dim se ata janë krijesa dhe janë robër të Allahut subhanahu wa taala. Si ka thënë Allahu, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Do të thonë secili që është në qiell dhe në tokë janë vetëm robër para të gjithë mëshirshmit. Do të thonë të gjithë janë robër të Allahut. Dhe të gjithë ne bashkarisht i lutemi vetëm Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë bashk me njerëz të mirë, me pejgamberët, me melajket, do thotë i lutemi vetëm Allahut subhanahu wa taala. Kurse lutja ndaj dikujt tjetër, do të thonë është lutje ndaj robërve, dhe jo ndaj krijuesit të robërve subhanahu wa taala. Mirë po shejtani i ka mashtruar njerëzit me këtë rrugë, duke i thënë këta janë shumë njerëz të mirë, këta kanë pozitë lartë tek Allahu e kështu me radhë, derisa kanë ardhur në nivelin që i kanë adhuruar krahas Allahut subhanahu wa taala. Dhe me këtë ka filluar shirku te populli i Nuhit. Do të thonë ku kanë qenë me këtë ka filluar, do të thonë adhurimi i idhujve dhe skulpturave. Do thotë kështu ka filluar. Edhe adhurimi i ikonave, do thotë është njësoj. Pra kjo është rruga duke i madhruar njerëz të mirë përtej kufive që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pra te populli i Nuhit ka ardhur shejtani, e kanë qenë këta njerëz, 5 njerëz që kanë qenë shumë të mirë dhe ibadetxhit mëdhenj, dhe kanë pas pasues dhe nxënës që i kanë dashur shumë. Edhe kur kanë vdekur ata, shejtani ka mashtruar në këtë mënyrë që i ka thënë bëni skulptura për ata, përmendore, domethënë, që t'ju përkujtojnë për veprat e tyre, mos harrohet domethënë emri i tyre. Edhe pastaj kur kanë kalu kjo gjenerat, kanë ardhur tjerë që nuk kanë pasur dituri dhe u ka thënë shejtani atyre se këta baballar tuaj i kanë adhuruar dhe kanë kërkuar ndërmjetësim, domethënë përmes këtyre te Allahu i lartësuar. Dhe kështu ka filluar shirku. Edhe kështu është shirku te krishterët, domethënë duke e madhruar Isain alayhis salam përtej kufive që në të cilat e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe kanë thënë se ai është Allahu, ose kanë thënë se është një pjesë e Allahut, 1/3 e Allahut, ose kanë thënë është biri i Allahut. Dhe të gjitha këto janë, domethënë, e qartë, do thotë shirk i qartë. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Domethënë janë mosbesimtar ata të cilët kanë thënë se Allahu është Isa i biri i Merjemës. Dhe ka thënë laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, do të thonë kanë mohuar, janë mosbesimtar ata që thonë se Allahu është një prej treve. Do të thonë pra si thonë krishterët. Kjo e gjitha për çka është? Për shkak të teprimit për pejgamberin e Allahut, Isain alayhi salatu wassalam. Prandaj Allahu ka thënë ja ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Do të thonë o i thtar të librit, mos e teproni në fenë tuaj dhe mos thoni për Allahun asgjë përveç se të vërtetës. Dhe ky është mësim për besimtarët. Do të thonë çdo herë kur shohim tregime për popull të tjerë, do thotë duhet ta kuptojmë që mos bijem në ato devijime në të cilat kanë rënë ata. Për këtë çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam. Do të thonë mos më lëvdoni mua siç e kanë lëvduar krishterët birin e Merjemës. Do të thonë mos e teproni me lëvdata për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shumë për çka të lëvdohet, që janë të sakta, kurse teprimi te kalimi atyre kufive është haram. Pra mos e teproni me lëvdata siç e kanë tepruar të krishterët për birin e Meriemës, ka thënë innama ana abd, do të thonë unë jam vetëm rob i Allahut subhanahu wa taala. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Pra thoni robi i Allahut dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam.